Në Shqipëri po ndodh diçka që politika po përpiqet ta injorojë, por që është bërë e dukshme për çdo që sheh realitetin përtej ekraneve të propagandës. Revolta qytetare po rritet, jo me parulla, jo me protesta të organizuara, por me heshtje, me braktisje dhe shpërthime spontane kundër institucioneve që qytetarët nuk u besojnë më. Zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 9 nëntor ishin sinjali më i fortë. Vetëm 18.4% e qytetarëve dolën në votime në 5 bashki të vendit, pjesëmarrja më e ulët që nga rënia e komunizmit. Të rinjt, dikur energjia e çdo procesi elektoral ishte tërësisht të zhgënjur dhe të painteresuar. Një shoqëri që nuk voton, nuk është apolitike, është e lodhur dhe e bindur se vota nuk ndryshon më asgjë. Vetëm një ditë më pas, në Këshillin Bashkiak të Pogradecit, tensioni shpërtheu në mënyrën më të keqe. Vendimi për dhënien me qira të 34.660 hektarëve tokë në Çorrav, zonë bujqësore e lidhur ngushtë me jetesën e fshatarëve, ndezi përplasjen mes qytetarëve dhe këshilltarëve bashkiak. Një debat që përfundoi në konfrontim fizik me arrestimin e një banori dhe britmat turp, Palaço, në drejtim të përfaqësuesve të zgjedhur. E njëjta histori që është përsëritur disa herë muajt e fundit, vendime të marra në zyrë, pa konsultim, pa transparencë dhe në dëm të njerëzve të thjeshtë. E skandali thellohet pasi njeriu që protestoi u arrestua se kundërshtoi vendimet e rilindjes. Kjo s'është një ngjarje e izoluar. Vetëm disa javë më parë në Vlorë, një qytetar shpërtheu gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, duke akuzuar publikisht zyrtarët lokalë si mashtrues dhe intrigant. Ai kërkonte dëmshpërblimin për shtëpinë e shembur, ndërsa në vend të zgjedhjes kishte marrë vetëm heshtje. Ky ishte reagimi i një qytetari që nuk ka më frikë, sepse nuk ka më asgjë për të humbur. Të gjitha këto ngjarje janë pjesë të njëjtit zinxhir, pakënaqësia e thellë ndaj pushtetit vendor dhe qendror, ndaj arrogancës së administratës dhe një klase politike që prej vitesh nuk është më në kontakt me realitetin. Në mënyrë të veçantë, mazhoranca në pushtet po përballet me rritjen e këtij zemrimi. Projekti i reformave që u premtoi qytetarëve një shtet funksional, sot perceptohet si një fasadë që mbulon abuzime, klientelizëm dhe shpërfillje. Revolta e qytetare nuk ka më nevojë për thirrje, ajo po ndodh vetvetiu, me heshtje dhe me shenja të qarta paralajmëruese. Praktisja e votimeve është një refuzim politik. Përplasjet në Këshillat Bashkiak janë revolt morale. Nëse politika nuk i lexon këto sinjale tani, herën tjetër nuk do të ketë më debate vot, por përballje.